Në mitologjinë shqiptare ekzistojnë krijesa që kanë mahnitur, frikësuar dhe mbrojtur njerëzit për mijëra vite. Quhen zana, gra hyjnore të maleve, qenie të bukura dhe të rrezikshme njëkohësisht, që besohej se jetonin larg botës së njerëzve, në majat më të thella, pramburimeve të ftohta dhe pyjeve të shenjta. Zanat ishin të gjitha: luftëtare, shëruese, ndëshkuese dhe mbrojtëse. Në këtë video do të zbulojmë fuqinë e tyre mbi njerëzore, bekimet që u jepnin njerëzve, mallkimet e tyre të errta dhe legjendat që vazhdojnë të jetojnë edhe sot. Zanat dhe orët. Mos si ngatëro. Shumë njerëz i ngatërojnë zanat me orët, por tradita i dallon. Ora është më shumë fati personal, një lloj mbrojtëse e njeriut nga lindja, ndërsa zana është krijese maleve, më kolektive, më e lidhur me vendin. Në studime apo mbledhje të folklorit, ora përshkruhet si figurë e fatit dhe rendit të botës, e lidhur me njeriun individual. Nëse ora të shoqëron, zana të gjykon. Nëse ora mund të të ruaj, zana mund të të vërë përballë provës. Nëse je rritur në veri, mund të kesh dëgjuar për orën, por zana është tjetër gjë. Zana nuk rri në shtëpi. Zana rri aty ku s'duhet të shkosh vetëm. Histori reale. Njerëz që thonë se kanë pasur kontakt me zanat. Në trevat shqiptare, sidomos në zonat malore, ekzistojnë histori që nuk tregohen me zë të lartë, jo sepse janë përralla për fëmijë, por sepse njerëzit që i kanë përjetuar betohen se u ka ndodhur diçka që nuk din ta shpjegojnë. Këto histori nuk janë shkruar në libra zyrtar, por janë përcjell brez pas brezi, gjithmonë me të njëjtin paralajmërim: mos u tall me këto gjëra. Një nga rrëfimet më të njohura vjen nga Malësia e Madhe, ku një bar i ri tregohej se kishte dëgjuar një këngë të lehtë pra një burim i mali, vonë në mbrëmje. Zëri ishte i bukur, por i ftohtë. Ai u afrua për të parë se kush këndonte. Sipas fjalëve të tij, pa 3 figura femërore me flokë të gjatë që ndriçonin në errësirë. Në momentin që u bë gati të fliste, gjithçka u zhduk. Bariu u kthye në shtëpi, por për ditë të tëra nuk foli më, dhe për muaj të tërë shmangte malin. Familjarët thoshin se zana ja kishte marrë zërin. Në Dukagjin, tregojnë historinë e një burri që kishte prishur një burim të vjetër për të hapur rrugë për bagëtin. Që nga ajo ditë, sipas rrëfimit të vet familjes, ai filloi të shihte ëndra të frikshme, të dëgjonte zëra natën dhe u sëmur pa shkak të dukshëm. Të vjetrit e fshatit thanë vetëm një fjalë: ke shkelur vendin e zanës. Burimi nuk u prek më kurrë. Në zonën e Tomorit, disa të moshuar tregojnë për drita që shfaqen natën në shpatet e malit, si figura që lëvizin pa zhurmë. Një burr nga zona rrëfente se kishte parë një vajzë të veshur në të bardha, që qëndronte mbi një shkëmbë të lartë. Kur u përpoq t'i afrohej, ajo u zhduk në mjegull, që nga ajo natë, ai nuk shkoi më vetëm në mal. Ka edhe histori nga juglindja e Shqipërisë, ku gra të moshuara tregojnë se si, kur ishin të reja, u ishte ndaluar rreptësisht të shkonin natën te disa burime. Arsyeja ishte e qartë: aty dalin zana. Një vajzë që kishte shkelur këtë rregull, thuhej se ishte kthyer e tronditur dhe nuk kishte fjetur për ne të tëra. Të gjitha këto histori ka një element të përbashkët. Nuk ka dhunë direkte, nuk ka sulm fizik, por ka ndëshkim psikologjik, humbje qetësie, ndryshim sjelljeje. Pikërisht kjo i bën më të frikshme, sepse njerëzit që i tregojnë këto histori nuk thonë se pa një përbindësh, por diçka që nuk donte të shihej. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse, edhe sot, shumë shqiptar nuk qeshin kur përmenden zanat, sepse për ta, zanat nuk janë thjesht legjenda, janë kujtime që nuk shpjegohen dot. Fuqia mbi njerëzore e zanave. Zanat shqiptare përshkruheshin si krijesa me bukuri të jashtëzakonshme, dhe fuqi që asnjë njeri nuk mund t'i përballonte. Ato kishin forcë fizike mbi njerëzore. Thuhej se mund të ngrinin gur të mëdhenj, të zhvendosnin pemë të rënjosura dhe të udhëtonin nga një mal në tjetrin në pak sekonda. Fuqia e tyre nuk kufizohej vetëm te forca trupore. Ato kontrollonin elementët natyror, sidomos erën dhe ujin. Një stuhi që shpërthente papritur në male shpesh i atribuohej pranisë së zanave. Ato mund të shfaqeshin si dritë, si mjegull, apo si gra të plota, dhe zhdukeshin sapo dikush përpiqej t'u afrohej. Thuhej se zanat nuk e lejonin njeriu t'i shite plotësisht, sepse bukuria e tyre ishte aq e fortë sa njeriu mund të humbiste mendje. Ato kishin gjithashtu aftësinë të fluturonin, të shëronin plagë të rënda dhe të parashikonin fatin e njerëzve. Për shqiptarët e vjetër, zanat nuk ishin mite. Ato ishin forca të vërteta të natyrës.
prezente në çdo male të lartë dhe në çdo burim të shenjtë. Sekretet e bukurisë dhe transformimit të tyre. Një nga aspektet më të mistershme të zanave ishte bukuria e tyre. Thuhej se ato nuk ishin thjesht të bukura. Bukuria e zanës ishte një lloj magjie që mund të të tërhiqte, të hutonte dhe të mashtronte. Disa legjenda thonë se zanat mund ta ndryshonin pamjen sipas dëshirës. Herë shfaqeshin si vajza të reja me flokë të gjatë deri në bel, herë si figura të mjegullta që ndriçonin në errësirë. Ato I fshinin fytyrat kur dikush I shikon pa leje, sepse bukuria e tyre konsiderohej aq e fuqishme sa mund të linte të verbër ose pa të folur. Në disa zona malore, besohej se zanat mund të transformoheshin në kafshë të egra, sidomos në dhitë e egra, që qëndrojnë në shkëmbinj të paritshëm. Kënga dhe vallja e zanave ishin dy elemente që bënin të mundur transformimin. Kur zanat kërcenin, toka dridhej lehtë. Kur këndonin, thoshin se edhe burimet e ujit merrnin shije tjetër. Kjo bukuri nuk ishte vetëm dhuratë, ishte armë. Kush I ndiqte, I shihte pa lej ose I bezdiste, rrezikonte të përjetonte anën e errët të kësaj pamjeje hyjnore. Bekimet, se I zgjidhnin zanat njerëzit e pastër. Zanat nuk ishin vetëm krijesa të egra dhe misterioze. Ato ishin edhe shëruese dhe mbrojtëse. Besohej se zanat mund të bekonin njerëzit e pastër në zemër, zakonisht barinj, luftëtar, ose ata që ndihmonin të tjerët pa pritur shpërblim. Një bekim I zanës ishte një dhuratë e rrallë. Ajo u jepte njerëzve fuqi të jashtëzakonshme, kuraj në betejë, shkathësi të jashtëzakonshme në gjurmim dhe aftësi për të duruar dhimbjen. Thuhej se një luftëtar I bekuar nga zana nuk e ndjente lodhjen dhe kishte guxim të pamposhtur. Ka edhe legjenda për zanat që shëronin të plagosurit. Ato përdornin ujë nga burime të shenjta dhe barra të fshehta që vetëm ato I njihnin. Disa njerëz thoshin se kishin parë plagë të rënda që mbylleshin brenda natës pas prekjes së një zane. Por zanat zgjidhnin me kujdes se këshpëtonin. Ato nuk ndërhynin kurrë nëse njeriu kishte zemër të keqe, kishte bërë padrejtësi ose kishte shkelur ndonjë besë. Bekimi I zanave ishte një nder I madh dhe një përgjegjësi e rëndë. Mallkimet e zanave. Zanat ishin të mira dhe të bukura, por edhe jashtëzakonisht hakmarrëse. Nëse dikush I provokonte, hynte në territorin e tyre, ndërhynte në vallen e tyre apo u priste këngën. Ato reagonin me mallkime të rënda. Mallkimi I zanës ishte I tmerrshëm. Thuhej se njeriu humbte mendjen, shikonte figura të frikshme ose dëgjonte zëra që I ndiqnin natën. Ka histori që tregojnë se njerëzit, pasi shikonin zanat fshehurazi, mbeteshin pa të folur për vite me radhë. Zanat kishin një rregull të hekurt. Askush nuk duhej t'i shikonte kur laheshin në burime apo kur vallëzonin natën. Cilido që thyente këtë rregull, mallkohej. Disa mallkime ishin të përkohshme, disa të përjetshme. Ndonjëherë zanat nuk mallkonin fizikisht, por fshinin fatin e mirë të njeriut dhe ai njeri humbiste çdo gjë që kishte. Ana e errët e zanave ishte arsyeja pse shumë njerëz nuk shkelnin kurrë në disa vende të maleve. Aty ku dëgjohej një këngë e butë natën, të gjithë largoheshin. Zanat dhe malet shqiptare, lidhja e shenjtë e natyrën. Zanat nuk ishin krijesa që mund të banonin kudo. Ato ishin të lidhura ngushtë me malet. Thuhej se çdo mal I lartë, çdo burim I pastër dhe çdo pyll I dendur kishte zanën e tij mbrojtëse. Në bjeshkët e Namuna, zanat përfytyroheshin si rojtare të trojeve shqiptare. Ato dilnin natën për të patrulluar, për të ndaluar të keqen dhe për të ruajtur ekuilibrin e natyrës. Në Tomor, besimi ishte edhe më I thellë. Zanat ishin vajzat e shenjta të malit. Ato nuk I pëlqenin vendet e pista, zhurmat e forta apo njerëzit e paedukat. Aty ku zanat qëndronin, askush nuk guxonte të priste pemë pa leje, të dëmtonte burime uji apo të shkaktonte zënka. Shqiptarët besonin se zanat ishin vetë natyra që merrte formë gruaje, prandaj ato nuk plakeshin kurrë. Pavarësisht ndryshimeve të kohës, zanat mbeteshin simbol I fuqisë dhe I paprekshmërisë së maleve shqiptare. Zanat në eposin e kreshnikëve. Në eposin e kreshnikëve, zanat nuk janë dekor, ato janë aktor. Ato hyjnë në rrëfim si forca që ndryshon rrjedhën e ngjarjeve. Një nga këngët më domethënëse quhet pikërisht Muji e 3 zanat e malit, dhe vetëm titulli mjafton për të kuptuar peshën e tyre. Në këtë këngë, Muji, kreshniku I fuqishëm, përballet jo me armik njerëzor, por me 3 prani që nuk janë nga kjo botë. 3 zanat e malit nuk e sfidojnë me shpatë, por me qëndrim. Ato nuk e pyesin sa I fortë është,
por nëse është i denjë të kalojë mëtej. Në shumë variante të këngës, zanat përshkruhen si gra të bukura, por të ftohta, që rrinë në lartësi, në vende ku njeriu shkon vetëm nëse ka guxim ose marrëzi. Ato flasin pak, por çdo fjalë e tyre ka peshë. Nëse mu i gabon, ai nuk vdes, por humb diçka më të rëndë, bekimin e fatit. Ky është një element thelbësor i epikës shqiptare. Zanat nuk janë vrasëse të menjëhershme. Ato janë gjykatëse. Ato vendosin nëse heroi do të vazhdojë rrugën apo do të mbetet i thyer shpirtërisht. Dhe këtu del një ide e fortë. Në epikën tonë, fuqia e heroit nuk mjafton. Pa pranimin e zanave, heroi është thjesht njeri. Me pranimin e tyre, ai bëhet kreshnik. Muji dhe zana, bekimi që nuk jepet falas. Në shumë rrëfime epike, muji nuk bëhet i fuqishëm vetëm sepse stërvitet apo lufton. Fuqia e tij lidhet drejt për drejt me ndërhyrjen e botës së zanave. Në disa variante, përmendet se zanat e rrisin, e ushqejnë, ose e shpëtojnë nga vdekja kur është i dobët. Një nga motivet më të rëndësishme është qumështi i zanave, një simbol i qartë i kalimit nga njeriu i zakonshëm në qenie të bekuar. Ky qumësht nuk është thjesht ushqim, është ndryshim gjendjeje. Pas tij, muji fiton forcë që nuk matet më me njerëzit e zakonshëm. Por ky bekim ka rregulla. Muji nuk duhet të shkel vendet e shenjta të zanave. Nuk duhet i përqesh, nuk duhet i shoh kur lahen, nuk duhet u ndërpres këngën. Çdo shkelje paguhet. Në disa rrëfime popullore të mbledhura në veri, thuhet se burrat që janë tallur me zanat e malit janë kthyer të çmendur, ose kanë humbur rrugën dhe nuk janë gjetur më. Këto histori nuk tregojnë si përralla për fëmijë, por si paralajmërime. Kështu, bekimi i zanave nuk është dhuratë e butë, është marrëveshje e heshtur. Ti respekton malin, mali të jep fuqi, dhe muji, ndryshe nga shumë të tjerë, e kupton këtë ligj. A ekzistojnë zanat sot? Dëshmi, legjenda dhe interpretime moderne. Edhe pse koha ka ndryshuar, shumë njerëz në zonat malore betohen se zanat ekzistojnë ende. Tregohen histori për drita që lëvizin në male natën, për këngë të lehta që dëgjohen pramburimeve të tomorit, apo për gra të panjohura që zhduken sapo dikush afrohet. Disa të moshuar thonë se kanë parë vajza me flokë të gjatë, të ndritshëm, që qëndronin në shkëmbin të paarritshëm. Interpretimet moderne shkojnë në dy drejtime. Disa mendojnë se zanat janë metafora poetike e natyrës së egër shqiptare. Të tjerë besojnë se ato janë qenie shpirtërore që ekzistojnë në një dimension tjetër. Edhe psikologët e kulturës thonë se mitet e zanave tregojnë lidhjen e fortë të shqiptarëve me natyrën dhe respektin e tyre për vendet e shenjta. Pavarësisht nëse ekzistojnë fizikisht apo jo, zanat vazhdojnë të jenë pjesë e identitetit tonë, një simbol i bukurisë, fuqisë dhe misterit shqiptar. Zanat shqiptare janë një nga figurat më të pasura dhe më misterioze të mitologjisë sonë. Ato mishërojnë natyrën, bukurinë, fuqinë dhe rrezikun. Për breza të tërë, zanat kanë qenë rojtare të maleve, ndihmëse të luftëtarëve dhe ndëshkuese të padrejtësive. Edhe sot, ato vazhdojnë të jetojnë në tregimet e të moshuarve, në këngët epike dhe në imagjinatën tonë kolektive. Nëse ke dëgjuar ndonjë histori për zanat në zonën tënde, shkruaje në komente. Mos haro të abonohesh për më shumë mistere shqiptare dhe sekrete të lashta.